Sa takon korrupsionit, treguesit e vitit 2024 tregojnë një tendencë në rritje të luftës kundër korrupsionit të funksionarëve publik. Këto të dhëna tregojnë se nga totali i çështjeve në hetim, vetëm rreth 5.9% janë kërkuar të pushohen dhe 12.3% janë transferuar në prokuritë e jurisdiksionit të përgjithshëm, rreth 1% janë pezulluar, ndërsa rreth 67.4% të çështjeve mbeten pjesë e hetimit për vitin 2025. Në vitin 2024 janë 10 funksionarë të lartë publik për të cilës ka patur vendime të gjykatave të cilat kanë marrë formë të prerë. Përsa takon matjes së nivelit të riskut, të dhëna mbi veprat penale në fushën e korrupsionit tregojnë një nivel të lartë dhe të qëndrueshëm rreziku, me tendencë zgjerimi në disa kategori krimesh dhe me ndikim të drejtë për drejtë në qeverisjen publike, integritetin institucional dhe ekonominë kombëtare. Veprat me rrezikshmëri më të lartë rezultojnë pastrimit produkteve të veprës penale dhe shkelja e barazisë në tendera, të cilat shfaqin rritje të fortë në vitet 2023-2024, duke reflektuar abuzim të vazhdueshëm me fondet publike dhe përfshirje të subjekteve fiktive tregtare në skema klienteliste. Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike ruan trend të lartë, stabil, duke dëshmuar për hapje të praktikeve korruptive në administratën publike. Ndërkohë, ushtrimi i ndikimit të paligjshëm mbetet një formë tipike e ndërhyrjes në vendimarrjen publike dhe proceseve administrative, duke ruajtur një nivel mesatar rreziku. Veprat e korrupsionit në nivele të larta të pushtetit dhe drejtësisë, përfshirë korrupsionin pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror dhe korrupsionin aktiv pasiv në sistemin e drejtësisë, megjithëse paraqesin një ulje relative në vitin 2024, mbeten krime me rrezik të lartë strategjik pasi cënojnë besimin publik tek shteti dhe sundimi i ligjit. Në tërësi, panorama e nivelit të riskut të korrupsionit përbën kërcënim të vazhdueshëm për integritetin e administrimit publik, konkurrencën e ndershme ekonomike dhe funksionimin e shtetit të së drejtës, duke kërkuar trajtimin e tij si prioritet kombëtar në politikën penale dhe hetimore. Sa e takon bashkëpunimit ndërkombëtar, gjatë vitit 2024, siç e thash edhe pak më parë, janë krijuar 10 skuadra të përbashkëta hetimore me autoritetet e huaja të drejtësisë, nga të cilat 5 me Italinë dhe nga 1 me Mbretërinë e Bashkuar, Spanjën, Ekuadorin, Kosovën dhe Gjermaninë. Ndërkohë, kanë vijuar hetimet për 27 skuadra të përbashkëta hetimore. Sektori i përbashkëpunimit ndërkombëtar dhe ndërlidhjes shënoi gjithashtu një rritje të konsiderueshme të volumit të punës. Krahasuar me një vit më parë, kërkesat për ndihmë juridike nga autoritetet e huaja u rritën me rreth 46% dhe ato drejt autoriteteve të huaja me rreth 32%. Ekzekutimi i kërkesave nga autoritetet e huaja është në masën rreth 80%, ndërkohë që kozgjatja e ekzekutimit të tyre varion nga 2 javë deri në 6 muaj në varësi të objektit të kërkesës apo numrit të personave për të cilët kërkohet kryerja e veprimeve. Komunikimi me homologët europianë, rajonale dhe ndërkontinental, si dhe përmes kanaleve të sigurta si Europol, Eurojust dhe Interpol, është identifikuar duke forcuar bashkëpunimin dhe efektivitetin në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Tani është momenti të paraqes para jush të nderuar deputet disa problematika të hasura gjatë vitit 2024 në punën e prokurisë së posaçme. Së pari doja të çoja presionin e jashtëm nga aktorë politik, mediatik dhe krimi organizuar, gjë që rrezikon integritetin institucional dhe të prokurorëve, duke kërkuar një reagim të koordinuar institucional për mbrojtjen e pavarësisë kushtetuese të SPAK. Mungesa e përcaktimit të qartë ligjor për statusin e prokurorëve pas përfundimit të mandatit krijon pasiguri dhe mund të cënojë vimësinë e hetimeve të rëndësishme. Mungesa e këshiltarëve ligjor për prokurorët, gjë që ndikon negativisht në cilësinë e hetimeve dhe përfaqësimin në gjykata. Numri ulët i referimeve nga institucionet publike për raste korrupsioni dhe krimit të organizuar mbetet shqetësues. Përfundimi i sistemit elektronik të administrimit të çështjeve është ende në proces dhe pritet të realizohet siç e përmenda gjatë vitit 2025 me mbështetje të Bashkimit Evropian. Sfidë ngjelet ngritja e njësisë së analizës për mbështetjen e hetimeve komplekse dhe raportime ndërkombëtare për SPAK. Tashmë SPAK bën 6 vite në dhjetor dhe ka një historik të hetimeve dhe lindë nevojshme ngritje e një njësie analize. Vijon të mbetet problematik statusi i ndërlidhësve të sektorit të bashkëpunimit ndërkombëtar dhe hetimeve të përbashkëta, të cilët vazhdojnë të trajtohen si në punës civil, ndërkohë që detyrat e tyre, përfshirë kërkesat për ndihmë juridike dhe hetimet e përbashkëta, kërkojnë kryen e veprime procedurale. Kompetencat për njohjen dhe ekzekutimin e vendimeve penale të huaja, gjithashtu i shohim si problematike dhe vlerësojmë se ka nevojë për ndërhyrje.
ligjore. Prokuria e posaçme aktualisht nuk mund të shqyrtojë kërkesat e autoriteteve të huaja për njohjen dhe ekzekutimin e vendimeve penale, të paraqesë një kërkesë për njohjen dhe ekzekutimin e një vendimi penal apo eksadimet përjashtë për veprat penale që kanë në kompetencë, pasi këto kompetenca i janë atribuar prokurisë së përgjithshme. Për këtë arsye, vlerësojmë që është me vend të bëhen ndryshime në ligjin 10193 datë 3/12/2009 për marrëdhënie jurisdiksionale me autoritetet e huaja në çështje penale, si edhe në kodin e procedurës penale dhe disa ligje të tjera. Ekstradimi i shtetësve shqiptar nga Emiratet e Bashkuara Arabe, këtu po raportoj për vitin 2024 dhe realisht situata ka qenë problematike për vitin 2024 sa i takon ekstradimit të shtetësve shqiptar nga Emiratet e Bashkuara Arabe në Shqipëri, pasi ishte pothuajse pamundur ekstradimi i këtyre shtetësve, të cilët ishin në kërkim për llogaritë SPAK, por viti 2025 ka shënuar një përmirësim cilësor dhe sasior, pasi vetëm brenda këtij viti na rezulton që janë ekstraduar nga Dubai rreth 8 persona. Dhe kjo është vërtet, as ne vetë nuk e kishim imagjinuar që do kishim këtë situatë pozitive në raport me autoritetet e Emirateve Bashkuara Arabe. Diçka që dua të gjithashtu të prezantoj si shqetësim para të nderuar deputet është nevoja për ndryshime ligjore sa i takon ligji 10192, ligjit për administrimin e pasurive të sekuestruar dhe konfiskuar, pasi kemi pasur një problematik të madhe sa i takon jo sekuestrimit, por ruajtjes së kriptomonedave. Aktualisht, ne në Shqipëri nuk kemi, ne si institucion nuk kemi një portofol, nuk kemi një portofol ku mund të ruajmë pasuritë e sekuestruara në kripto. Gjithashtu, Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara, si autoriteti përgjegjës për administrimin e pasurive, gjithë pasurive të sekuestruara, pavarësisht llojit të sekuestros, as ajo nuk ka një portofol digital me qëllim ruajtjen e kriptovalutave të sekuestruara. Ne vetëm vitin 2024 kemi sekuestruar mbi 11 milion euro vlerë të kriptovalutave dhe kemi hasur në shumë vështirësi, patjetër problemin e zgjidhëm, por e zgjidhëm vetëm duke bashkëpunuar ngushtë me autoritetet gjyqësore të huaj të një vendi antar të BE-s, i cili na u vetë ofrua. Kuptohet, zgjidhja ishte e bazuar në ligj, bazuar në marrëveshje ndërkombëtare ku ne kemi aderuar si shtet, por ishte një sforco shumë e madhe. Jemi në proces të ngrirje me qëllim sekuestrimi të një shume akoma më të madhe se 11 milion euro, janë të ngrira, po synojmë sekuestrimin e tyre, por prapë sërish kemi të njëjtën problematik.